Komisioni për Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar me një shumicë prej 58 votash pro tekstin e rezolutës mbi raportin e progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2025. Ky zhvillim ka marrë menjëherë mbështetjen e socialistëve, të cilët e shohin si një vul mbi reformat e ndërmarra dhe angazhimin e vendit drejt antarësimit të plot. Ministri për Evropën dhe Punë të Jashtme Ferit Hoxha, përmes një reagimi zyrtar, e cilësoi miratimin e kësaj rezolute si një dëshmi të qartë dhe të padiskutueshme të përparimit të qëndrueshëm. Sipas ministrit Hoxha, dokumenti ofron një pasqyrë objektive të ecurisë së procesit të negociatave dhe vlerëson ambicien e Shqipërisë për të përmbyllur këtë proces deri në vitin 2027. Ai nënvizoi se Shqipëria vlerësohet si një vend pararoj në procesin e zgjerimit, duke vënë theksin te përafrimi i plot i politikës sonë të jashtme me atë të Bashkimit Evropian. Në të njëjtën linjë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, përshëndeti rezultatin e votimit, duke e konsideruar atë si një vlerësim të rëndësishëm për progresin e madh që ka bërë Shqipëria. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Balla theksoi se mbështetja e gjerë e eurodeputetëve konfirmon përkushtimin e vendit për të çuar përpara reformat dhe për të përmbushur të gjitha detyrimet e integrimit. Ai nënvizoi se Shqipëria mbetet e vendosur për të ruajtur ritmin e lartë të reformave, me synimin e qartë për të sjellë rezultate të prekshme për qytetarët dhe për të përmbyllur rrugtimin evropian brenda afateve të diskutuara.